e përshkruan po ashtu Allahu xhaleshanu një skenë të tillë në ditën e gjykimit. Ja ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. O ti njeri, vërtet që ti përpiqesh me një përpjekje të madhe që të çon tek Zoti yt, e atë përpjekje do ta gjesh. Një thirrje drejt për drejt për besimtarët, që çfarëdo përpjekje që bën për Allahun xhaleshanu, zgjohesh erët nga gjumi, zgjohesh natën për tu falur, sakrifikon nga ushqimi për agjërim, sakrifikon nga pasuria për zekate, sadaka, e të gjitha këto përpjekjet, një fjalë mirë, kontrollimi i egos, kontrollimi i zemrimit, çdo gjë që ka të bëjë në jetën e përditshme, jetën tonë, që ti e bën diçka për atë të Allahut, sepse përpiqesh, sepse e di që do të takosh Allahun xhaleshanu, dije se atë përpjekje thot Allahu xhaleshanu do ta gjesh, dhe jo do ta gjesh, por do ta gjesh në mënyrën më të bukur. Fa amma man utiya kitabahu bi yamini fa sawfa yuhasabu hisaba yasira. Sepse ky njeri ditën e gjykimit që do t'i vi libri i tij nga e djathta, ai do ta ketë llogari dhënien para Allahu xhaleshanu të lehtë. Do ta ketë llogari dhënien para Allahu xhaleshanu të lehtë, fa sawfa yuhasabu hisaba yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dhe do të kthehet tek familja e tij, pra që e pret për në xhenet, i gëzuar dhe i lumtur. Ka lumturi dhe përgëzim më të madhe se kjo të dashur besimtar, për besimtarin e sinqert që e beson Allahun dhe takimin me të, që të marrësh librin nga e djathta, të nderohesh, të lartësohesh, të bashkohesh me familjen tënde dhe të shkosh në xhenet dhe shpërblimet e mëdha të Allahu xhaleshanu.